Gjykata e Tiranës la në burg pa afat 3 të dyshuarit kryesor për pengmarrjen e ndërtuesit Florian Sula pak ditë më parë. 2 vëllezërit Jurgen dhe Kevin Neza dhe kushëriri i tyre Hysen Neza nuk pranuan të flasin në gjykatën penale, por përmes avokatit kanë pretenduar se biznesmeni Sula u kishte kërkuar atyre 60.000 euro, ndaj e thirrën për t'u sqaruar. Sapo zbuluan që ai nuk mund të shlyente parat, e lanë të lirë. 2 vëllezërit e kushëriri i tyre u prezantuan si agent të byros kombëtare të hetimit dhe rrëmbyen 32 vjeçarin duke e mbajtur të izoluar për disa orë në një ambient privat në Xhavzotaj. Policia njoftoi se ata e kanë marrë forcërisht më 31 mars, e kanë kanosur dhe kanë ushtruar dhunë ndaj tij për gjatë gjithë natës dhe në këmbim të lirisë i kanë kërkuar 2 milion euro. Pasi hasën në rezistencën e tij, i kërkuan 500.000 euro, ndërsa viktima e rrëmbimit e pranoi ofertën. Menjëherë, sapo fitoi lirinë, Florian Sula i denoncoi në polici, çka çoi edhe në arrestimin e tyre.